Asesi të gjendet zgjidhje për bulevardin Cvet Andimov, i njohur edhe si rruga e Jahja Pashës në Çajir. Përveç kaosit në trafik, aty po ndodhin edhe aksidente të shpeshta, madje disa prej tyre me përfundim fatal. Në 10 ditët e fundit pati 2 aksidente me çka 2 persona humbën jetën. Kryetari i komunës së Çajirit, Visar Ganiu, e hedh fajin te qyteti i Shkupit. Jeni edhe dëshmitar që ngjarjet që po ndodhin janë në rrugët cilët menaxhohen nga qyteti i Shkupit dhe jemi dëshmitar që pothuajse 3 vite e gjysmë menaxhim me qytetin e Shkupit, qyteti i Shkupit nuk e pa të arsyeshme që asnjë viz, asnjë sinjalizim të investojnë komunën e Çajirit. Kryetaria e qytetit të Shkupit në reagimin e saj tha se në fillim të mandatit, qyteti ka prezantuar një projekt për bulevardin Cvet Andimov, i cili sipas saj u kundërshtua nga kryetari i Çajirit për arsye personale. Në fillim të mandatit të tij, qyteti i Shkupit prezantoi një zgjidhje projekti për të cilën u zhvilluan 2 zgjidhje dhe simulime trafiku. Fatkeqësisht, ata nuk ishin në favor të ideve megalomane të Visar Ganiut, i cili për teke personale i la banorët e Çajirit dhe kështu gjysmën e Shkupit pak të bulevard të rëndësishëm. Edhe pse e di, duke marrë parasysh infrastrukturën nëntoksore dhe afërsinë e objekteve afariste, si dhe shtëpitë dhe ndërtesat e banorëve të asaj zone, se është e pamundur të ndërtohet një rrugë nëntoksore. Ai prezantoi publikisht një zgjidhje të tillë trafiku që e njoftoi me pompozitet disa muaj më parë dhe premtoi me mentorin e tij se do të realizonin bulevardin Cvet Andimov. Më herët Ganiu thoshte se s'kan pasur projekt për zgjerimin e rrugës dhe se ishte në fazën e zgjedhjes së operatorit për eksproprimin e objekteve, por sipas tij u ndërprer nga Arsovska dhe qyteti i Shkupit. Ai madje ka bërë thirrje qytetit të Shkupit që t'i dorëzojë përkohësisht kompetencat për realizimin e projektit, duke u zotuar se komuna e Çajirit do ta financojë vetë ndërtimin dhe më pas do t'ia kthejë kompetencat qytetit të Shkupit.